U zhduk vapa, shkoj vera dhe bilbili më skëndon. Erdi vjeshta me të tjera, syrin që i shikon. Era fryn, fletët bien, pe më të zhvishën si nga mot. Mali fusha më skahien që kishin gjermësot. Me këto vargje që thash, mos mërzisni ju të tjerë, se vërtet iku një verë, por erdi kvizi milioner! Erdi kvizi milioner bashkë me kandidat të tjerë të shohim se Lidion! Murat Abazi, Prishtinë! Samet Habibi, Shiak! Endrit Mustafa i Tiranë! Estion Shqiti Tiranë, Halit Ibrahimi Prishtinë, Fitim Alitema Mitrovic, Muhamet Voca Mitrovic. Bravo! Vazhdojmë një pyetje shumë të nxehtë, jo vjeshtore, një pyetje me rënditje. Rënditni këto bomba, duke filluar nga ajo që është zbuluar më herët. Termonukleare, gjylja e topit, e dorës dhe atomike. Rënditja sakt. Gjylja e topit, bomba e dorës, bomba atomike dhe bomba termonukleare. Ndërsa, ishti më i shpejt, Murat Abazi Prishtinë. Bravo, Murat. A ki diçka në bomba sa në të ski kur gjo. Vardojmë në. Në karrierën e nxehtë, në këtë emision, nga Prishtina është Murat Abazi, ka mbaruar për infermieri, ku edhe aktualisht punon në QKUK, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, apo jo? Në Prishtinë, flet disa gjuhë, merret me futboll, basketbol, shah, hobi ka bletarin, turizmin, arkitekturën, si edhe hulumtimin e kujdesit shëndetësor. Shumë bukur. Ju jeni një enciklopedist, si duket, e? Se përmenda Tomat Vleshmën, se... Po, se përmenda, se jeni ushtari... Ish ushtari i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ish ushtari i UÇK-s. Okej. Kjo është më rëndësishme. Për jetën tuaj, apo jo? Ka edhe më të rëndësishme këtu m'duket. Si ajo. E kam edhe grunë me vete. E ke edhe grunë me vete, atëherë. E po mirë. Përshëndetje zonë. Si pa temri zonja? Shpresa. Shpresa. Përshëndetje zonja Shpresë. I keni edhe 4 fëmijë, apo jo? Po. Cilë t'i përshëndes. Edhe ne i përshëndesim përzemërsisht. Edhe ta vazhdimisht të shohin emisionin të bëhen milioner, se dojnë të bëhen milioner. Atëherë, edhe ne i përshëndesim fëmijët tuaj, me dëshirën që babi të kthehet në shtëpi me shumë para dhe me shumë dhurata. Okej? Faleminderit dhe unë nëse më lejohet nga kjo pozitë, i përshëndes edhe gjithë shokët e mi të ushtrisë, shokët e mi të punës, familjet e dëshmorëve dhe gjithë të rëndit për gjerinë e komës tonë. Murat, ke filluar me emocionet forta, megjithatë ti ndoshta mund t'i përballosh më lehtë, por je duke reflektuar shumë. Po na i gjua neve, ju keni përfunduar fakultetin e mjekësisë apo dega infermieri dhe keni shumë më lehtë menaxhoni këtë. Përveç tjera, keni një përvojë mjaft interesante në jetën tuaj. Sigurisht që na kurse nga këto emocion. Patjetër. Vazhdoj Murat. Rregullat e lojës janë këto. Gjithsejt janë 15 pyetje me 3 pragje. Pragu i parë 250 euro, i dyti 1750 euro dhe në pyetjen e 15 mund të fitoni 50.000 euro. Atëherë, edhe ndihmat mos harro, pyet publikun, telefoni miku pyet publikun dhe 50-50. Vazhdoj me pyetjen e parë. Për dy njerëz që ngjajnë shumë,
thuhet se janë si 2 pika uji, 2 shishe uji, 2 gota qumësht, 2 pikë pamje. Është një thënie përdorët mjaft në popullin tonë. Si 2 Pika ujë ndoshta. Dhe mendoj se është në 2 pika ujë. 2 pika ujë sakt. Vazhdojmë pyetja e dytë. Çfarë forme të komunikimit përdornin egjiptasit e vjetër? Alfabetin grek, pantomimën, hieroglifet apo Windows Live Messenger 900? Hieroglifa dhe sot është enigmatike për shumë njerëz dhe akoma nuk është. Egjiptologët, po? Po, dhe akoma nuk është deshifruar dhe kjo është njëra ndër kjo është komunikimi që ka përdorur grekët. 9C. Po. 9C hieroglifet, sakt. Vazhdojmë, Murat, pyetja e tretë. Vija e vogël që shpije ujë në mulli ose në arë quhet vig, jaz, taz, stan. Mendoj se është 9B. Jaz. 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 Keni parë mulli ndonjëherë? Mulli Guri? Kam vizitu. Ke vizitu? Kam vizitu. Atëherë, e fundit, 9B. do të duhet ta thuani. Përgjigjja ime e fundit, Përgjigjja ime përfundimtare është 9B, jaz. 9B, jaz. Po, sakt. Pyetja 4. Metoda e ruajtjes së ushqimit duke mbytur bakteret u zhvillua nga një kimist francez më 1860 dhe nga ai ka marrë emrin paskalizim, galvanizim, lavazvelim apo pasterizim. Në sigurim kërkom pyetjen përfundimtare. Po, sigurisht. 9D, pasterizim. Sakt, bravo. Dhe pyetja e 5 për pragun e parë. Hidrocentrali i Ujmanit është ndërtuar në lumin Drini Bardh, Sitnic, Ibër apo Bistric. Lumi i Ibër. E fundit? 9C, lumi i Ibër. Inshallah është i bashkuar gjithë. Me 11 km2 dhe thellësi mbi 100 metra do të thotë. Ai është liçeni më i madh në Kosovë po ashtu dhe quhet liçeni i Ujmanit që është ndërtuar në lumin Ibër. Sakt. Bravo. Keni fituar 250 euro. Urime. Ju Murat keni një profesion mjaft humanist, humanitar, do e quaja kështu. Marë parasysh do thotë pagat dhe ndoshta motivi, por megjithatë besoj se ju keni një shtytje, një motiv shumë të lartë. Cila është pozita juaj në punë tani? Çfarë bëni? Çfarë bëni? Përveç detyrës që kryej në klinikën interne, në ambulancën specialistike të klinikës interne pranë QKU-kës, unë ju ndihmoj edhe pacientëve të tjerë që vuajnë nga smundje të ndryshme jo shëruese, që quhet kujdesi paliativ, që në Maqedoni dhe në rajon ekzistojnë, por në Kosovë akoma nuk është zhvillu ky profesion në spektrin e gjerë. Jemi 6 nga Kosova jemi 6 trajner ndërkombëtar me certifikim ndërkombëtar nga Kombët e Bashkuara, nga Washingtoni, për kujdese dhe për kujdese trajtimin e këtyre pacientëve, trajtimin e familjarëve të tyre, ndihmesën ndaj tyre dhe familjarëve të tyre. Dhe shumë nga këta njerëz janë pa shpresë për jetë dhe mëkati më i madh është që këta njerëz sot edhe vuajnë shumë në Kosovë, me qenë se këto smundje të pashërueshme duhet trajtohen me kimioterapi, me radioterapi, me
Besoj që aktiviteti juaj do të përkrahë, do të thotë, dhe në këtë rast më falë që ndërpreva, por besoj që do të gjejmë edhe ne hapësirë si Quiz Milioner dhe do të bëjmë diçka në këtë drejtim edhe ne. Faleminderit edhe pse rastësisht po e them edhe unë këtë, do të thotë, dhe ju si një kandidat do të thotë në këtë rast me profesion po quaj specifik, sepse si duket kjo nuk ekziston do të thotë në ndonjë asociacion që merret ekskluzivisht me këtë si e quajt? Kujdesi paliativ. Paliativ, po. Shumë bukur Murat, më vjen shumë mirë, Zoti ju ndihmoft juve dhe njerëzit po ashtu. Edhe ne besoj do të jemi në përkrahje të aktivitetit tuaj. Faleminderit. Jeni të mirë se ardhur, jo vetëm ju, por edhe gjithë ata që kanë mundësi me potencialet tyre fizik edhe material. Pyetja e 6, Murat. Çfarë mund të pritet me një elmaz? Diamanti, xhami, lëkura apo plastika? Mendoj se është përgjigjja përfundimtare në B, xhami. Pasi gjatë diamanti ka aftësinë ta pres xhamin, por në industri përdoret elmazi për prerjen e xhamit. Do të thotë përgjigjja juaj përfundimtare është në B, xhami. Xhami. Mirë jeni duke i prerë përgjigjet, do të shumë mirë. Sakt, bravo. Vazhdoj, Murat. Keni gjendje të mirë këtu tani, nuk keni shfrytzuar asnjë ndihmë. Ndihmën më të madhe ka mrapa. Mrapa, po. Mjafton prezenca, rrezaton ajo, po? Reflekton. Reflekton, rrezaton, Vazhdojmë atëherë. Faleminderit. Pyetja e 7. Çfarë studion një hipolog? Kuajt, hipopotamët, hipnozën apo hipizmin? Kur e merr për ta ndasë si pjesë, hipodrom, hipologji, dhe ka të bëjë me ndoshta me sportin e kuajve, mendoj se është A-ja. Ju mendoni, unë mendoj se i ke edhe trendima, po sido që t'jetë, është e juja dhe vendosur. Për shkak se të gjitha ndërlidhen në mes me... Okej. Mendoj se është e nevojshme ndihma e publikut. Ndihma e publikut. Publik i nderuar, Murati kërkon ndihmën tuaj në pyetjen çfarë studion një hipolog, në A kuajt, B hipopotamët, C hipnozën apo D hipizmin. Na jepni përgjigjen e saktë, lutem. Kuajt 59%, hipizmin 25%. Është përqindje mjaftueshme, çfarë mendon? Kuajt janë njëra ndër kafshat që i du mas shumë. Dhe i adhuroj shumë. Dhe nuk e dini kush i studion? Dhe mendova dhe mendoj se prap kuajt qëndrojnë. Hipologjia studion kuaj. Ju i doni shumë? I du shumë kuaj. Përgjigja juaj e fundit? Në na, kuaj. Kuaj. Do thotë ju mund të jeni edhe hipofil. A mund të quaj kështu? Ja adhuroj shumë kuaj. Nëse nuk jeni hipolog, atëherë jeni hipofil. Mund të quhet edhe ashtu. Si thojnë njërit prej vrapimet të kuajve? Gallop. Gallop. Bravo. Sakt. Sakt. Bravo, Murat. Arritëm në pyetjen e 8, cila vlen 850 euro, dhe po vazhdojmë. Sigurisht diçka, do një pyetje me elefant. I doni elefantët?
Nuk e pas afër asnjë. Kurse kuajti kam shalu, i kam ushqy, i kam përgdhelë, kam ndjek kënaqësimet të gjatë kalorimit dhe shoqërisë me ta. Vazhdojmë, pyetja 8. Vargjet e cilit rilindas i recitoi Femi Ferrati në hyrje të këtij emisioni. Ndre Mjedës, Deradës, Hilë Mosit apo Asdreni? Ku i keni dyshim? Asdreni është njëri prej rilindasve që ka shkruar shumë kësë lloj vargje me emotive, epike. Vargje emotive, po, epike. Dhe cilat nuk i ka pasqyruar me ndjenjat e veta nga vizualiteti që ka pa për të reflektuar në patriotizmin e tij dhe në dëshirat e tij për të jetuar vendin e vetë, për të kthyer, për mos të largu popullata e gjonat, migrimit e gjonat tjera, kështu që mendoj se Asdreni është përgjigja të përfituar. Iku vera, erdhi vjeshta. Publiciteti vazhdon të Nuatë shikues, vazhdojmë me vargjet të cilit rilindas recitoi Femi Ferrati në hyrje të këtij emisioni. Është pyetja në cilin Murat Abazi ka arritur dhe është pyetja e 8. Në opcionet Ndre Mjeda, Derada, Hilë Mosi apo Asdreni, Murati ka dhënë përgjigjen përfundimtare në D. Asdreni. Dhe përgjigja është e saktë. Bravo! Shumë bukur. Shkojmë në pyetjen e 9 për 850 euro. Një njësi astronomike është e barabartë me distancën ndërmjet tokës dhe diellit, tokës dhe hënës, diellit dhe Andromedës apo Merkurit dhe Neptunit. Kur mendoj se njësitë astronomike maten me shpejtësinë e dritës dhe bëhet fjalë për atmosferën në raport me tokën, mendoj se është në na. Por në tjetër kohë, kur mendoj se matjet e kohës janë bërë që në fillim, të fillimit matjes kohët nga arabët dhe duke u bazuar në hënën, dhe kontaktet e para të astronomisë kanë qenë me hënën, atë e lind dyshimi prapë se mund tjetë edhe në nëbe. Mendoj se nështë është ma mirë. Po, me këto dyshime, po mendoj çfarë doni. Ndihmën 50-50. E kam një mik i cili shumë merret me astronomi, edhe pse është piktor, por do ta kusej atë tashti. Dhe shkojmë në ndihmën 50-50. Ku ishin dyshimet tuaja? Në mes të tokës dhe diellit dhe tokës dhe hënës. A dhe B. A dhe B. Regjia ju lutem, ndihmën 50-50, anulloni 2 nga opcionet. Atëherë mbetet opsioni në na. E fundit? E fundit tokës dhe diellit në na.
ne po kërkonim një distancë e cila ka gjatësim prej 149.6 milion kilometra dhe ne po kërkonim distancën ndërmjet diellit dhe tokës. Sakt, bravo! Shumë bukur. Shumë bukur, Murat. Arritëm tek pragu i dytë. Si ushtari UÇK-s, jeni duke përfaqësuar shoqërinë tuaj apo jo këtu? Ju dini të rrezikoni, e? Kemi ditë të rrezikojmë, kemi rrezikuar dhe vazhdojmë të rezistojmë. Të shohim pyetjen. Gjendja psikosomatike në të cilën një person tronditen nga bukuria dhe vëllimi i veprave artistike në një hapësirë të vogël njihet si sindroma e Balzakut, sindroma e Lorkës, e Remarkut apo Stendalit. Kur bazohem në dy gjuhë tjera, anglisht dhe gjermanisht, më jep opsionin D, stand, halt. Si është, e fletin turqishtën? Turqisht? Si është? Biraz biliyorum. Ha? Ben biliyorum Türkçe biraz. Biraz. Ne yapıyorsun? İyi, sen nasıl? İşte o. Sağ ol. Atëherë, nuk ka të bëjë do të thotë me këtë frymësimin edhe këtë lojën e fjalësh, këtë që po bëni ju. Do të këta që kemi përpara janë shkrimtarë. Shkrimtarë të famshëm, ne? Kërkoj të thras mikun. Kënë të thrasim? Me respektin më të madh profesor Emrush Kryeziun, doktor hematolog i cili merret edhe ai me smundjet e Po? kanceroze dhe tjera. Doktor? Profesor doktor Emrush Kryeziu. Profesor doktor Emrush Kryeziu. Ju lutem linjën telefonike, do ta kontaktoj mikun e Muratit, profesor doktor Emrush Kryeziu. Alo. Alo, mi mbrëma, përshëndetje. Po? Doktor Emrush Kryeziu, Femi Ferrati nga Quizi kur do të bëhet milioner. Po? Po, unë jam. Në karrierën e nxehtë kemi mikun tuaj, Murat Abazi, cili në pyetjen e 10, e cila vlen 1.750 euro, ka vendosur të kërkojë ndihmën tuaj. Po? Urnoni? Dhe i keni gjithsej 30 sekonda dhe Murati është i bindur se ju do t'i ndihmoni. Përndryshe, Inshallah. inshallah. I keni 30 sekonda. Urdhëro, zoti Murat. Profesor, gjendja psikosomatike në të cilën një person tronditet nga bukuria dhe vëllimi i veprave artistike, një hapësirë të vogël njihet si sindroma e Balzakut, Lorkës, Remarkut, Stendalit. Po provoj këtë të fundit. Stendalit. Mora, këtë të fundit provoj. Nuk jam i sigurt, po provoj qëtë. Faleminderit, prova. Hajde. Edhe? Kemi mri aty ku kemi mri. Nuk e kam besu se më bjen ndoj pyetje kësi lloji se do ta futsha në numrat e telefonit një neuropsikiatër. Do shta cili do të ishte më i 1750, 850, 250. për thonë se kena ditë gjithë rrezikojmë për diçka ma shumë, ndoshta në këtë rast nuk ja vlen. Por Këtu na duhet përgjigja e fundit. Nuk do të rrezikojmë?
Mendoj se nuk do të rrezikoj. Atëherë. Pasi që edhe profa nuk më dha një përgjigje definitive, Nuk ishte i sigurt, e? nuk ishte i sigurt. Edhe ai mendoj se është bazuar në këtë në kombinimin e dy fjalëve të huaja, Po, atëherë të rriqeni. tërhiqemi. Atëherë fundit të rriqeni. Nderuar teleshikues, publik i nderuar, Mirata Bazi të rriqet. Gratë të rifituar 850 euro. Po të vazhdonim lojën, Ishin cila do të ishte përgjigja e fundit? 9C. 9C. 9D, më falë. 9D. 9D. Prap 9D. 9D. Pse? Kështu tha profesori? A mendimi im ishte edhe parimisht ishte mendimi im aty dhe mbështetja e profesorit, prapë edhe po të vazhdojmë do të qëndroja 9D. Ky fenomen i kishte ndodhur Stendalit, kur e kishte vizituar Firencën më 1817 dhe ishte ma gjepsur. Nga vepra artistike, ishte vetë me jo. Dhe tani ky u sëmua, Stendali. Faleminderit shumë. Ishte knatësi, sukses herave tjera, në punë të tjera. Jo, da,